Skandali i rënd seksual që përfshiu Këshillin e Lartë të Prokurorisë ka sjell nisjen e menjëhershme të hetimit nga ana e prokurorisë së posaçme SPAK ndaj antarit të KLP-s, Olgje Reminaj. Rasti që u transmetua mbrëmjen e djeshme nga emisioni Stop dhe tronditi opinionin publik, i është besuar për ta hetuar prokurorit të SPAK, Dritan Prençi, i cili gjatë ditës së djeshme ka qenë i gatshëm dhe sapo është njohur me materialin mediatik, ka urdhëruar nisjen e hetimeve. Gjatë mëngjesit të sotëm, oficerë të Byros Kombëtare të Hetimit janë paraqitur në ambientet e emisionit Stop për të marrë një kopje të CD-s së emisionit dhe kryer këqyrjen e materialeve gazetareske që u përdorën për transmetim televiziv. Një herësh, Dritan Prençi ka urdhëruar BKH-n të shkojnë në ambientet e Këshillit të Lartë të Prokurorisë për të sekuestruar pamjet filmike dhe një herë sekuestrimin e ankesës së bërë nga qytetarja RM ndaj prokurores së Tiranës, Rovena Zoto. Ankesa e RM është bërë me shënim nga kryetarja e KLP-s, Mirela Bogdani, duke ja kaluar për shqyrtim relatorit të ankesës, Olgje Reminaj. Pas këtij momenti, Reminaj hyn në kontakt përmes Facebook me ankuesen RM dhe më pas në WhatsApp, duke i kërkuar favore seksuale gruas, që kishte për detyrë të jepte një përgjigje për ankesën që ajo kishte bërë. Ndërkohë, për skandalin e fjalë, që prej orës së mesditës së sotme, antarët e Këshillit të Lartë të Prokurorisë janë duke zhvilluar një mbledhje urgjente, jashtë radhës, për të marrë masa dhe dënuar veprimet e antarit të KLP-s, Olgje Reminaj. Pritet që sot KLP-ja të dalë me një vendim shkarkimi ndaj Olgje Reminaj, ndërsa rasti nga ana penale po monitorohet dhe ndiqet nga SPAK. Një herës një hetim administrativ ka nisur nga KLP për këtë rast të paprecedent që ka ndodhur në kupolën e drejtësisë shqiptare. Por ajo që është më e çuditshme është fakti se asnjë nga institucionet e drejtësisë dhe përfaqësitë e huaja deri në këto momente nuk kanë mbajtur asnjë reagim zyrtar për këtë rast skandali seksual.